Avokat, si e lexoni këtë mesazh të Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se tashmë Shqipëria sapo mbajti zgjedhjet e 11 majit dhe a reflekton ky mesazh një qasje konkrete kundrejt kryeministrit Edi Rama, nisur edhe nga backgroundi i tij në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ka një dosje siç është ajo e ish agentit të FBI-s Charles McGonigal? Mendoj se zoti Rama po të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës privatisht, jam i bindur që do të thonë mund të jeni pak këtu te kreshti tjetër, thjesht t'ju bëjmë disa pyetje, ndërsa po shkojë i ftuar normalisht do të ketë imunitet, pra nuk do të merren masat ndaj tij. Unë mendoj se zoti Rama e ka të vështirë të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo se ai nuk don të shkojë, ai e ka me kaq shumë dëshirë, me kaq shumë pasion vajtjen, por me ardhin e zotit Donald Trump, zoti Rama mund të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në anë gjithmonë institucionale, por nga anën private dyshoj. Zoti Rama ka qenë shumë i ekspozuar nga administrata e Bidenit në gjithmonë në aspektin e Ukrainës, sepse demokratët amerikanë din të vendosin në vijën e parë viktimat e parë. Është si puna e luftës, ku shkon në luftë ata që ikin përpara, ikin amatorët, jo profesionistët. Shkojnë ata dhe pastaj vijnë profesionistët në një luftë betejë. Pra do të thotë që zoti Rama është viktimë në të dyja rastet, po jo një viktim e cila don solidaritetin ton, një viktim që vetë ka dashur të bëhet, por ka marrë në kurriz dhe në qafë popullin shqiptar. Në rastin e Ukrainës, Shqipëria nuk kishte pse të fuste në një luftë kur ne nuk kishim palë. Pra, pse donte NATO në këto momente që flasim nuk është palë në atë luftë, sepse NATO nuk lejohet të bëj luftë. Shko lexo statutin dhe të thotë shumë qartë. NATO asiston në mënyrë politike, pra të jap unë mbështetje politike, sa bukur je ti që po lufton me Rusin. Të jap disa armatime ty qa do borxhe. Pra që japim ne Ukrainës borxhe, për shembull, japim armatime dhe i themi kur të dalësh ti nga ajo luftë dhe si do dalësh, tek ne je borxhli. Po jo se ne japim një asistent ose NATO është asistente ndaj kësaj. Dhe s'ka pse ne të ishim kaq shumë budallej dhe të pranonim që të bënim pjesë e kësaj të loje që sot del në kurrizin ton. Pra ekspozimi parë ky 1. 2. Rasti që zoti Rama ishte kaq shumë i atashuar pranë zotit Biden dhe pranë zotit Soros. Keni parë ju sa herë shkonte në Amerikë, vendoste fotot e George Soros dhe Alex Soros. Kjo çfarë ishte? Ishte një PR që u tregu qartë që në të dy rastet përdori Rama për të goditur Shqipërinë. Por me ndihmën e Ramës dhe rasti tjetër që Rama nuk doli të japi një qendrim publik, zotri, a është korruptuar McGonigal, po apo jo? A keni marrë pjesë ju në takim me te, po apo jo? A janë kërcënuar biznesmen, pushteti ekonomik, oligark për të tjerë me faturime të veçanta për të shmangur non grata, po apo jo? A janë vendos të tjerë në non grata, po apo jo? Për të bërë ju sa më shumë mirë punën tuaj për të marrë 83 mandate, sepse faktori Yuri Kim, vula e PD-s në gjykat, e procedimi penal i Sali Berishës, futja e Ilir Metës në burg, mbyllja në Amerikë të rast me Gonigal sa më shpejt nga administrata Biden. Edhe të vjen ajo shprehje e famshme në Shqipëri të amerikanëve që duam të keni një drejtësi të pavarur dhe të paanshëm. Bëjmë pyetja unë ty. Po ti e din që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës emëron kryeprokurorin dhe na vinte këtu Yuri Kimi na thoshte do të jenë të pavarur ju. Po ti kur politikisht e komandon prokurorin tënd,
Si na vjen ti këtu na bën ne politik që duhet të jemi ne të pavarur? Pse ne të jemi të pavarur dhe ti të jesh e varur atje dhe ta përdorësh prokurorin kundër Donald Trump kur Trump kandidonte për president të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a e shikoni çfarë anormaliteti është kjo? Ose ajo pjesa tjetër që ta lidhim këtu edhe me Britaninë e Madhe, kjo është e papame, thon futuni ju në Bashkimin Evropian, ndërsa këta kanë dalë. Unë i them, hajde edhe ti me ne brenda të futemi bashkë. Pse na thot futemi edhe ti rri jashtë? Prandaj, kështu është edhe rasti kjo e me Gonigal me Edi Ramën. Pra, mbyllet dosja e tij para se të vinte Trump, vjen Trump, lëshon mesazhe dhe bomba, dhe kur sekreti është ky këtu. Kur lëshon bomba ambasadë amerikane në Tiranë, ne nuk kuptojmë ne gjë. Themi sa bukur këta folën. Se ne na intereson a folën këta. Nuk ka rëndësi çfarë thënë këta, e kupton? Folën. Këta folën, thanë, popullin e urojmë dhe kështu me radhë. Bari tjetër po vazhdon, po nuk po kuptojmë si quhet dhe si konsumohet ky bar. Tani Rama e kupton shumë mirë çfarë po thënë këta. Sepse ai është në dieni. Populli, ne nuk e kuptojmë shumë mirë. Sepse kërkojnë të na sjellin edhe dokumente të tjera, mesazhe të tjera, video të tjera, qendrime të tjera që të kuptojmë, po është për Ramon apo është diçka tjetër këtu në mes. Përderisa e kishte shpërndar ambasada amerikane në Tiranë pjesën e minimit të procesit zgjedhor, duket që ka një mesazh të fshehur të paktën në aspektin. Po mirë, po ne ne duhet të bëjmë amatorin. Ne duhet të bëjmë edhe naivin, e kupton? Unë do bëj naivin tani, pse? Unë mund të bëj të zjutin, pse të bëj të zjutin? Se kur bësh i zjut, je budalla. Kur bën budallajn, je i zjut në Shqipëri. Ky është realiteti. Pra do të them, unë nuk mund të bëhem i zjut. Do të jem budalla. E kupton? Se vlerësim në Shqipëri ka budallaj, jo i zjuti. Dhe unë tani e marr me aspektin e naivit. Mirë. Çfarë do të thoshte autori? Sa bukur reagoj. Kaq. E mbylla unë, reagoj ky, nuk ka rëndësi çfarë thot. Këto fjali që the ti nuk më kanë fare vlerë për mua. Po unë çfarë them? Po çfarë sekreti fshihet pas këtyre gërmave, fjalive, paragrafeve që lëshon ambasada amerikane në Tiranë? Por për ty edhe për mua as bëhet fjalë. Por për popullin shqiptar as bëhet fjalë, por normalisht për klasën politike dhe sidomos për Edi Ramën. Sepse unë nuk e komandoj policinë e shtetit. Unë nuk e komandoj prokurorin. Unë nuk komandoj institucione shtetërore. Pra do të thotë që diçka fshihet këtu. Dhe sekreti është që Rama e di shumë mirë çfarë ai po i thot atë për te oqeanit. Do të them edhe diçka tjetër. Ai për te oqeanit bëri diçka të mirë. Shiko, është edhe një sekret tani këtu, ose edhe një bombë, që në një moment Rama do ftohet në shtëpinë e bardhë. Po e di bombën. Por në të njëjtën kohë, Rama duhet të mendojë mirë çfarë ka thënë në 2016 në CNN, kur ka thënë që ai është një person i tmerrshëm, i rrezikshëm. Dhe në të njëjtën kohë, Rama duhet të shikojë që Trumpi këfton në shtëpinë e bardhë, i tregon edhe një video si një afrikani që i tha Afrikës së Jugut, presidenti i Afrikës së Jugut.